Qështu që shboni doa hoxha në gjuhën e Kur'anit edhe në gjuhën e sunetit, që Allahu Dhul Gjelal t'i ban prej burrave të mirë, t'i ban të pastër, t'i ban pasus të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, t'jenë të khairit kudo që janë, që t'jenë shëmbëtyr për musliman që vinë për mas. Duke lutë Allahu Dhul Gjelal që këta voglusha të vogël më kanë dritë e syve për Regjepin dhe për Vahidin, pasi që pejgamberi i Allahu Dhul Gjelal Ibrahimi alayhi salam, i cili gjatë ku nuk pat evlat, u pat bon një dua dhe pat thonë Rabbena hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Që më thonë, o Zot, më jep mua prej grave dhe prej fëmijëve që kur ti shoh ata, syt me mpushu në ta. Allahu Dhul Gjelal i dha prej grave, i dha prej fëmijëve, të cilët do thot përmenden gjenerat pas gjenerate, jo veç në dinin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, po përmenden edhe në fe tjera, tek të sa të ekziston kjo dunja. Për shka? Për atë arsye se sinqerisht ju lut Allahu Dhul Gjelal. Ashtu që një njeri kur merr një thirrje prej dikujt, sikur shka e kena marrë na këtë thirrje do thot prej këtyre vëllezërve, edhe jemi përgjigj prej momentit që nisësh prej shtëpisë tonë, veç ja nisin më të regjistru sevapet. Sa janë këto sevape? Për secilin hap shka e ban, një sevap, pin tokë tek tjetin qiell. Shishoni qiellin sa nart është, do thot nuk ka fund. Për sytë tonë, se për Allahu Dhul Gjelal henez janë edhe 7 kat qiell. Na e shohim veç këtë katin e parë, ama të tjerat nuk i shohim. Atë ka pa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kur ka shkuar në Miraç. Inshallah Allahu na mundson që edhe ne i bëj po çat ditë kur Allahu Dhul Gjelal vendos për neve me hin xhenetet e tina të mëdha. E hapin tjetër ju fshihet nga një mëkat, ka një gjuna prej gjunaheve të mëdha. Edhe është në mbikëqyrjen e Allahu Dhul Gjelal tek te sa mos kthehet te shtëpia vet. Unë lut Allahu Dhul Gjelal që të gjithë ne që jemi këtu prezant, të cilët e kemi bën këtë tubim madhështor, pasi që na mujna me vlu këto kutinjat edhe me knu, por nëse s'ka kush ngon, nuk është interesant kjo punë, por ju të cilët keni ardhur dhe e keni zbukuru këtë tubim me ftqirat e juve të ndritshme, inshallah Allahu Dhul Gjelal ju shpërblen me këto shpërblime të mëdha të cilat i ka përmendën kush Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ne vëllezër po jemi dëshmitar të tubimeve të shumta. Dhe po shohmi muslimanët e ditës sotit ja kanë nisën me lëshu rrugën e Zotit, duke e qenë në vend një prej suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili sunet në ligjin e tina e ka hukmin e vajxhibit, se sunet me u bë është vajxhib, e duke e qenë në vend, do thot këtë sunet po e shoqënojnë me shumë haram. Duke fillu mas pariher duke u përzi gra e burra bashkë. Kjo është haram. Do thot burra do të bëkon veç, gra do të bëkon veç. Sikur çka është këtu bim këtu, do thot burrat veç, gratë veç. Nësa muslimanët e sotit duke zonë në restorane, ai se restorani shtrenjtë, edhe vëdoj që ati, edhe gratë edhe burrat. Kjo haram është. Pse? Po suneti është. Po në kohë suneti, gratë veç, burrat veç. Mase tjetra çka është? Duke i shërby me pije haram. Pija haram çka është vëllezër? Këtë dina, rakia, çajo çka ta pin menën, të thotë është haram. Edhe hiç nuk i vjen marrë plot muslimanëve tanë që në mesin e tjerëve me pi raki. Se kur e pin vet, çka dojlet bojnë, ata e çafën. Ama në mesin e tjerëve jep shembulltyr të keqe, Allahu na ruaj. Po tjetra çka është? Duke javë shordhu vesht me kong haram, në të cilat kong përmenden gjymtyrët e grave, duke mos pas as turp as marrë, ndërsa thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, in lam tastahyi faf'al ma shi't. Nëse nuk vjen marrë, ban çka dush. E kur të hupët marrja, atëherë nuk ka kong të burrave të një herë që kanë kënuar, po i lulia jo, ku ta diun e çka, inshallah Allahu Dhul Gjelal na ruaj. Mase ne hala ma e keqe se kjo çka është, normal që kur të pish raki edhe të nxehet gjaki, hajde tash me dal me këci. Kush me dal me këcie? Me dal me këcie burri i huj me gruin e huj.
Po na jemi musliman. Sa do mu konë të prisht, përsëri na për shpirtat tonë e kemi një xhelozi. E kur ta shohim një gruan tonë të ju dridh dani kujna tjetër, atëherë kur vina të shtëpia thënë hajde mbledh teshat, shko te baba jot. Çka u bën? Duke e qenë vend një sunet, masë ne bën plot harame, tjera Allahu Dhul Xhelal na rujt. E për këtë arsye duhet me falënderu Allahu Dhul Xhelal, i cili na i ka mundsuar që këtë gëzim me bën këtë formë të bukur, ku Allahu Dhul Xhelal nuk është i hidhur, po përkundrazi shlon rahmetin e tina në shoqëni me melekt, të cilët do thotë e rrethëgojnë këtë vend, këto vende ku përmendet fjala Allahu Dhul Xhelal dhe pastrohet krejt ky vend tek të sanin zoni dhe sa shkon larg e zoni i tina. Për këtë arsye pra duhet me falënderu Allahun Dhul Xhelal, i cili na i ka bën nasip që me utubu në halal, me hangër prej halalit, me pi prej halalit, çka me ndëgju prej halalit dhe me netën në vend ku është halal, inshallah Allahu Dhul Xhelal gjithmonë e bën nasip kështu. Për atë arsye pra kjo duhet të bëjë një shembull, një jernek, një mustër se çysh muslimani do thotë duhet me u gëzu. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri al-mu'min, fa inna amrahu kulluhu khair. Është për me u çudit me punën e muslimanit. Krejt puna e tina është khair. E i thanë shokët e tina, po mirë o i dashmi Zotit, kur gëzohemi edhe kur na vinë do punë të mira, pe shohmi që është khair. Po kur na vinë do punë të këqija, çfarë hajrin ta? Kur dek gjallja, a ka hajra? S'ka hajr. Kur cof lopa, a ka hajra? S'ka hajr. Kur të prishet kerri, a ka hajra? S'ka hajr. Edhe shumë dome qera të cilat na vinë, çka hajri aty? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ban sabër muslimani. Kur ti vdek gjali, ban sabër. Kur ti prishet kerri, ban sabër. Kur ti shemën shtëpia, ban sabër. Kur ti në rrugë, ban sabër. Kur ti venda një dam, ban sabër. E të qaj sabri është hajri. E ne o vëzën, po shohmi shka mos e ka njës darsmë në sunetijës, edhe e shashtëris komplet një katon, edhe një shehet, nuk i len me flet, duke këci, e duke shlu muzika pa lidhje. E masanena, qka shejtani nuk ka që tërpun, shko një hinë mrejna, që klum, ku? Në zemër, në shpirt. E pasi të cosët këtë mullu hoqë me fry. Po pse me fry? Po ti e ke smun. E kur e smun ti, atëherë s'ka faj kërkush. Pse ti e kona i se vepi për me smun. Për atë arsye pra, mos shkojna na te hoxha pa pas nevoj, po ta mbrojna na vetin ton para se me shku te hoxha. Pse kjo pun ndodh? Për atë arsye se nuk ka kontroll në gëzim. Dërsa muslimoni edhe ku të gëzohet duhet me u gëzu me kontroll, jo pa kontroll. Po tjetra çka është? Hajde, hargjit fishek pa lidhje. Fisheki o vëllezër, nuk hargjitet pa lidhje. Po fisheki e ka atë kuptimin e vetë. Për para, kër e kanë bo teslim nusën, e kanë kris një fishek. Bram. Qka ka dasht me thonë a i fisheki? A i fisheki ka dasht me thonë se tek deri sot, baba vetë ka qitë fishek për ta. Ama pisot e tani, unë e mo qes fishek për ta. Se ma është namuzi jem, nuk ka mo i babës vetë. Ndërsa sot, kush ka alti qitë fishek, bam, bum, bam, bum, bam, bum. E kur gjenë puna me qitë fishek për namuz, kur kush nuk qetë. Se si në thotë apëtan, ja vëllaj, nuk ashtë puna eme, s'përzina në punën e tujna, dhe thotë se cili mo e shtin alti në brez, mo nuk qetë fishek. Ja kina hupën kuptimin edhe atina fishekit. Na jemi anës Karadakit atje, e të regoj këtë një migji jemi. Tha dullëm një herë me i kullot vend e uzatetën vend të tona me vend të shkive. Edhe hini uki, a shkavi e kishte pushkën me veti. Pithojna gjuj mërë, se pushkën e ki, ja tash me gjuj, kur ka hi uki, ja kur. Qka tha? Ja tha fishjeki nuk hargjitet për uk. Fishjeki s'po hargjit ka për uk. A na e hargjit na fishjekin për shka? Për kur gjohiq, në hava, kërsit. E mas e le që kërsit, po nuk e di ku bjen ka që të raun. A e dini sa shofer shajmë na thehet na për shkup, pi darës ma vesh ka i bëjnë musliman, tu kris pa lidhje. Sa i shkon hava kur bjen dikun, i bjen dikun e janë qeremide, janë shofer shajme, zotin arujt apëton ka pos rasti ka radhen kryje njerit. E mas e një shka nuk e di se kujna i ke bon dam, apo zollom Allahin arujt. Po mas kësajna qka? Mas kësajna
na për shumë të bimet tona morin pjesë shumë sehirbaz, Allah ja thef qafë. Edhe ato sehirbaz i bojnë ato sihiret e veta, kur në ato momente kur na nuk shofni. Hajde se hini nusja, shkim një dritat. Pse mi shkim dritat? Mi bo po kushet ato, në ato momente kur dikush i shkim dritat. Shkim e dritën, a i lidh ati penj, lidh konopa, lidh dreshni. E masën e vallaj, kena shkel, i na o grajis, po normal që i shkel edhe o grajis, kur i merë traditat e huja, ne jemi musliman. Ani pse kina televizia, ani se kemi satelita, ani se kina iPoda dhe sejnë qera ketë, ama jemi ati kina Hasan edhe Hisen. A qatë shpejt na me harru kulturën ton edhe traditën ton, a nuk ka more me bo me nxallë dhe një kanë për babgjishave ton. Me nxallë dhe një kanë për babgjishave ton, me thonë, o babgjish, hajde këshire se qysht nipa të tu, sot gëzohen. Kish mira të fikt. Të fikt kish mira. Kish thonë, kuri na bona e depsëz, pa more, pa perde, pa pik turpi. A që ka shpejt dhe të da do të me hub traditën tonë? Ja, një popull i cili nuk ka tradit, nuk përmendet kur kënë dunjom. Ama qaj i cili ka tradit, përmendet. Edhe në fund kine sa që më konën, krejt dunjoja më nohën me mësu karate, pse kines të bojnë karate. Po edhe na i kina do traditat bokrat mira shumë. Krejt dunjoja na njofi neve për besnik. Ama kur vinë të na, e shofmi që e kena hub besën krejt. Pse ka meta e veç na për libra. Ama nuk do të kjo më konda për libra, do të më konë kjo një realitet, që ka na do të me jetue me ta. Për këtë arsye pra, ki të bim, nëse ka një mesaj, nëse ka një dobi, mesajji qka është, dobia qka është, që të mësohemi se qysh me madhnu Allahun edhe qysh me u gëzu në përgzimet e tona. Të gëzohemi e mas gëzimit ton, mos të ketë nevoj me intervenu as mjeku as hoxha. Të gëzohemi e mas gëzimeve tona, mos të ankon dikush ose mos të vajton. Se na po shohmi ka shkue ndarësëm, ba maltien, e vret njerin e masanina, gjithmonë përmendet e darsëm për shka për të keq, se ka vdek njerin ta. Po të gëzohemi që ashtu qysh na ka mësu Allahu dhul gjelal. Po edhe hidhnimet ku të na vinë, edhe ati të bojnë asabë, e të jemi një shëmbëldyr. Pse? Se e sheddu nasi ibtilaen el-embia, thumë emthel fe emthel, mas shumëti, që ka janë sprovu në sipërfaqen e tokës, kush janë? Pejgamberët. Pejgamberët e Allahu dhul gjelal. Ata mas shumëti janë sprovu, mas anej ata që ka e përgasin pejgamberët. Po më ka dek gjalli, po edhe pejgamberit i ka dek, jo një po të re, po që i kam ka dek, po edhe pejgamberit i ka dek, jo një po të ri, pishtat e vladve veç, një Hazreti Fatime, 6 muj ka rnu mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po valla shpijen me kanë shemë, pe e kanë shemë edhe pejgamberit, edhe kanë dëbu bile pivenit krejt. Po valla i luft, po edhe pejgamberi ka bo lufta, po valla i skamni, po edhe pejgamberi s'ka pas shka me hongër, e kanë hongër një likur, devës, e gjujt me në shkretin. Dhe thot nuk ka sprovë, shka mundët neve me nara, e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka përjetu qatë sprovë për para neve. Po valla dikush sprovohet edhe me pasuni. Pejgamberit al-Islam i dhan me u bo dhe mret, por nuk e pranoj. E i dhan pasuni, por nuk e nolja atë pasuni, janë dajti njerëzve. Te këtërët e sa njerëzit thanë, shkoni të Muhamedi se a jep edhe nuk e ka gajle fukarallëkin. Pse? I tila është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka e ndëgjum pak prej mirësive tina në vargjet të cilat do thotë u lexuan edhe u përmenden. Për këtë arsye pro o vlezën, edhe domet ku të na vinë, të jemi mirënjohës ndaj Allahu dhul gjelal dhe të bojna sabër, se ka ditë Allahu dhul gjelal me urësinë e tina pse me ta quat sprovë. E në atë sprovë Allahu dhul gjelal ish përblen shumë robërit e tina. Edhe njëherë ju falenderoj për kohën të cilën keni gjetë, për bardhe me zbukuru këtë tubim, e pitashet anena, do të mundohemi që t'ju freskojna pak ma tepër me ilahi, po edhe me ndonjë këngë, duke vazhdu programin ton prej ilahistave ton, Nusretit dhe Nafidanit. Ordoni Nusret. Emlindi djale u gëzova shume, zemra ime
vullnue e male fusha kanë lullzu wa male fusha kanë lullzu e male fusha kanë lullzu wa për këtë djalo që lindimu ej wa fort kam pas me prit një fëmije e me diçka është e vladi djele hanre zekan shtri o djele hanre zekan shtri djele hanre zekan shtri o djele hanre zekan shtri e tash synetin unë uroje urit shërbir me faqet bardhe e ju njoft gjithë bota mbar o e ju njoft gjithë bota mbar e ju njoft gjithë bota mbar o e ju njoft gjithë bota mbar Halë brenga është bota shumë të këqia, pun të kota, sa shumë sprova ti sjell jeta në islamun gazim gjeta. Sa shumë sprova ti sjell jeta në islamun gazim gjeta. Më fal Zot kur unë i dhurohem, më fal Zot kur s'kam duri, më fal Zot kur nuk pajtohem donjëherë me fatin tim. Më fal Zot kur unë hidhrohem, më fal Zot kur s'kam duri, më fal Zot kur nuk pajtohem donjëherë me fatin tim. Fshije loti vllau im, kërkon ndihmë me durim, te Allahu e kem kthimin, veç te ti Zot gjem shpëtimin. Te Allahu e kem kthimin, veç te ti Zot gjem shpëtimin. Më fal Zot kur unë i dhurohem, më fal Zot kur s'kam durim, më fal Zot kur nuk pajtohem donjëherë me fatin tim. Më fal Zot kur unë hidhrohem, më fal Zot kur s'kam durim, më fal Zot kur nuk pajtohem
ndonjëherë me fatin ti. Në asu nuk të dhash, në lagjën e vjetën, për sëri të pash, nuk më dhe selam, asu nuk të dhash. As më ke Astagfirullah, lejuam shejtanin edhe me na nda. Asmakefullah, astagfirullah, lejuam shejtanin edhe me na nda. Shirshëm Rahman, ja Rahim, na i zbut të zemrat, ne jemi gabim, dhe më shirën të nde Zot mos e ndërpre, na bashko të lutem, sikur ishim dje, sikur ishim dje. Mungon buze qeshja, si vëllau për vllaun, hidhërimi jon e hidhëron Allahun. Mungon buze qeshja, si vëllau për vllaun, hidhërimi jon e hidhëron Allahun. Edhe në gjami jemi një gjemat, jemi të hidhëruar dhe po mbëjmë inat. Edhe në gjami jemi një gjemat, jemi të hidhëruar dhe po mbëjmë inat. O Zoti mëshirshëm Rahman, ja Rahim, na i zbut të zemrat, ne jemi gabim, dhe më shirën të nde Zot mos e ndërpre, na bashko të lutem, sikur ishim dje, sikur ishim dje. Gjithë natën mendoj, kur ta bëjmë syne, djalin me qka do ta ndroj. Kur ta bëjmë syne, djalin me qka do ta ndroj. Se të ripantol, këmishe gjemedan, kur ti del babës për para, si kur kapetan. Wa kur ti del për para babës, si kur kapetan. Gjithë ditën punoj, gjithë natën mendoj, kur ta bëjmë syne, tripin me qka do ta ndroj. E kur ta bëjmë syne, tripin me qka do ta ndroj. Se të ripanton, e jelek të zi, kur ti del për para nanë, si veshon si zotëni.
Kur ti del për para nanës i veshon si zotëni. Gjithë ditën punojnë, gjithë natën mendojnë, kur ta bëjmë synet nipin me qka do ta ndrojnë. E kur ta bëjmë synet nipin me qka do ta ndrojnë. Se të repanton e jele këtë zi, kur ti del lagjës për para i veshon si zotëni. E kur ti del lagjës për para i veshon si zotëni. الصلاة والسلام عليك
الصلاة والسلام عليك عليك يا رحمة للعالمين أرنك دنيا برمديت Për herë par pava, zemra fort filloj të dojë, sa dëgjoj për ty o Muhammed. Esselamu alejke ya Resul Allah, Esselamu alejke ya Habibi ya Nabi Allah, Esselamu alejke ya Resul Allah, Esselamu aleyke Habibi ya Nebi Allah, ya Resul Allah. Balli pufi plot malsitën, gjumë të tua u bënë goj, vdekja ëmbër se që mu ba, veç një hënë gjennet me t'pa, vetëm ty o Muhammed. Esselamu alejke ya Resul Allah, Esselamu alejke Habibi ya Nabi Allah, ya Resul Allah. Dhe shëndetin dhe pasurin, më bëre pjestar në këtë din, shpallë Kuranin që të na udhëzoj, dhurove mendjen që ta kuptoj. Shpallë Kuranin që të na udhëzoj, dhurove mendjen që ta kuptoj. Më fale prindër që t'ma ushqej, s'lejoj kjo botë të më gënjej,
Dërgove gjuj që të në mbroj, dhe pejgamberi që këshilloj. Dërgove gjuj që të në mbroj, dhe pejgamberi që këshilloj. Bile gjithmon në shon rahmetit, imron gjamit që të në mbesit, vetëm për ty bëjmë ibadetin, dhe të gatshëm presim ahiretin. Vetëm për ty bëjmë ibadetin, dhe të gatshëm presim ahiretin. Vetëm për ty bëjmë ibadetin, dhe të gatshëm presim ahiretin. Vetëm për ty bëjmë ibadetin, dhe të gatshëm presim ahiretin. Vetëm për ty bëjmë ibadetin, presë gatshëm presim ahiretin. Vetëm për ty bëjmë ibadetin, vetëm gatshëm presim ahiretin. Unë baba ishte fukara, her bahar her papi, më shkoj mu kjo fëmiri. Her bahar her papi, më shkoj mu kjo fëmiri. O Zot, unë jam i varfër e di, edhe do të bëj sabër, s'ka der, pse nuk jam i pasur veç ti, me mu t'jesh i knaqur. O Zot, unë jam i varfër e di, edhe do të bëj sabër, s'ka der, pse nuk jam i pasur veç ti, me mu t'jesh i knaqur. Për bajram shumë kam marak, zi fmit tjerë me dalë sokak, veç prej dere i shikoj, qoj me lote dhe lakmoj. Veç prej dere i shikoj, qoj me lote dhe lakmoj. O Zot, unë jam i varfër e di, edhe do të bëj sabër, s'ka der, se nuk jam i pasur veç ti, me mu t'jesh i knaqur. O Zot, unë jam i varfër e di, edhe do të bëj sabër, s'ka der, pse nuk jam i pasur veç ti, me mu t'jesh i knaqur. E shikoj babën tuj qa, im shef lotet mos me pa, shpejti hidhëm për qafim, shumë të dua babim. Shpejti hidhëm për qafim,
të dua babim. O Zot, unë jam I varfër, e di, edhe do të bëj sabër, s'ka der, pse nuk jam I pasur vesti, me mu t'jesh I knaqur. O Zot, unë jam I varfër, e di, edhe do të bëj sabër, s'ka der, pse nuk jam I pasur vesti, me mu t'jesh I knaqur. Po këndoj për dasmën e rialit, po këndoj për dasmën e rialit, edhe aj bilbili aj subhanallah, edhe aj bilbili aj subhanallah, edhe aj bilbili aj subhanallah. Pas ka dalil beri me shumë gjyra, ani djem veton po ju qesh ftyra, ani djem veton po ju qesh ftyra. Jemi musliman me sunnete, se te projna ndosëm me asë ndeke, se te projna ndosëm me asë ndeke. Ty nasero ajri s'kutu shtoften, Allahun duke për me. Medinen ta vizitoj, Muhammedi ku jetoj, ta shoven vinjet kundroj, një fatiha t'ja këndoj, t'ja shoven vinjet kundroj, një fatiha t'ja këndoj. Bejtullah hajde të shkoj, Qaben e ta vizitoj, juruar shtaj vet, Allahun duke për me. Juruar shtaj vet, Allahun duke për me. Edhe këtë vit unë sun shkova, por të tjera ti urova. O haqim qani selam, se për Qaben zemram qan. O haqim qani selam, se për Qaben zemram qan.
Bejtullah hajde të shkoj, Qabën e ta vizitoj, I uruar është ajve, Allahun duke për me. I uruar është ajve, Allahun duke për me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أنت سبحانك لا علم لنا جنتي جوهرت paprites falsabahun me kujdes gjoheret paprites falsabahun me kujdes moj Fatime Muhammedit tregoj vlerat e gjennetit bashkëkoti në mestit dreken fale mostetik bashkëkoti në mestit dreken fale mostetik moj Fatime Muhammedit tregoj vlerat e gjennetit pasuria mos mashtron I kinditi ta harosh pasuria mos mashtron I kinditi ta harosh moj Fatime Muhammedit tregoj vlerat e gjennetit
ti në gjennet për me fal akshamin në gjami moj Fatime Muhammedin tregoj vlerat e gjennetit dash shejtanin përmendan shkon gjamia si me fal dash shejtanin përmendan shkon gjamia si me fal moj Fatime Muhammedin tregoj vlerat e gjennetit pes namazet ti me I fal ma shirë Zoti te tilshon pes namazet ti me I fal ma shirë Zoti te tilshon mora vargun mora qarkun me I thurkan bashin e gjendari ti këndoj Adem Jashari ti këndoj tash sa vjet se shepre kasin dhe reqakun tash sa vjet se shedrenicën tash sa vjet dhe Mitrovicën tash sa vjet Qo bathon zot shtemalit dhe bilbilat Qo aden po thon lule trëndafirat Qo aden po thon këngët thon dhe të rima Qo aden e qohu shpejt masrit e vari thot në lokja qohu se mjaft ta fëllati ti bolin toka qohu se ty të kërkon e tanë Kosova ti aden e mora fjale, mora vargun, mora qarkun me I thurkan bash legjendari ti këndoj Adem Jashari ti këndoj e ti them se gjaku I ti është vetë liria që kan në Kosove brigje drinit kjo liri ja vllati ti bolin trimi ja vllati se kjo fe është dritë nun I vetmi dini pranun
Islam s'ka lumturi, gjithat mirat këtu I ki, shpëto vetën ti or vlla, tjetër rrug dalje nuk ka. Kur të ndëgjosh vlla ezan, me rabte se fal namaz, shpëto vetën ti or vlla, në ahiretën këtë dunja. Na nderove me dy drita, me Kur'an e me sunnet, Muhammedin ton të dashur, na e zgjodhe pejgamber. Na nderove me dy drita, me Kur'an e me sunnet, Muhammedin ton të dashur, na e zgjodhe pejgamber. Pa Islam s'ka lumturi, gjithat mirat këtu I ki, shpëto vetën ti or vlla, tjetër rrug dalje nuk ka. Shpëto vetën ti or vlla, tjetër rrug dalje nuk ka. E ujta që të gjelbroj, fluturoj bilbili brenda dhe këngës ja filloj. E pyta se nga vjen, më thas jam nga kjo boj, këndoj veç në zemër që madhron t'madhin Zot. Këndoj veç në zemër që madhron t'madhin Zot. Këndoj zemra ime këngën e bilbilit, le të dëgjohet lart, gjerët e dyert e qelit. O Zoti që dëgjon më hap veç një derë, se unë të harova e ti mua asnjëherë. Se unë të harova e ti mua asnjëherë. Bilbili fluturoj, jemi tha dy fjalë, nëse më haron mua këngën bëje gjallë. Nëse njërë në zemër këndjer dashuri, kujtoje t'madhin Zot, ai të fal përsëri. Kujtoje t'madhin Zot, ai të fal përsëri. Këndoj zemra ime këngën e bilbilit, le të dëgjohet lart, gjerët e dyert e qelit. O Zoti që dëgjon më hap veç një derë, se unë të harova e ti mua asnjëherë. Se unë të harova e ti mua asnjëherë. Ti Perëndim, fol rahmet mbi ne dhe mbi të njerëzit. Fol rahmet mbi ne dhe mbi tër njerëzit. Allahu, Allahu,
Preja dit që u linda unë në këtë dunja, bolim në segjde për ti Zot kara, bolim në segjde Zot për ty kara. Allahu, 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 Allah, la ilahe illallah. Gjithë e zërtë dashur ka në këtë tubim, me gjithë zemër uroj, syne tim plot gëzim. Me gjithë zemër uroj, syne tim plot gëzim. Allahu, 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 Allah, la ilahe illallah. Ti e I gjithë ma shirëshëm, Rahmanur Rahim, këtë syne ditë bukur për në bërë gëzim. Këtë syne ditë bukur për në bërë gëzim. Allahu, 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 Allah, la ilahe illallah. La ilahe illallah. Për Shqipëni, Shqipërin e dua se jam shqiptar, Kosovën e dua se jam kosovar. Shqipërin e dua se jam shqiptar, Kosovën e dua se jam kosovar. Gjithmonë zemër do t'i mbaje, si dy syt nuk mund t'i ndaje. Gjithmonë mallim do t'gjin ty, pa Kosovë nuk ka Shqipëni. Shqipërin e dua se jam shqiptar, Kosovën e dua se jam kosovar. Shqipërin e dua se jam shqiptar, Kosovën e dua se jam kosovar. Mëllaferitin e kam njoft ma për s'larg, e kisha për afër me I sot ka arqi me një vend më shme këshane. Këtë ceremoni që e bon, këta fjallë të Allahu që I folën, Allah I shpërben inshallah. Bila në fillim kur e nisim, hoxha tha kështu si djabëm këtë, është po mu më kanë gjao për nasihat, e ka nevoj një hoxh tjetër që jabën. Inshallah një kur shim ka lagje këta, e të ta fjallën të marë une. Unë si imam I këtëmdit, I përshëndes të gjithë këta njerëzit, familjarëve, inshallah ju dëshiroj që fëmijët këta në evlatët jenë prej të hajrit, inshallah. Unë nuk soj ma shamë, dhashtë Allah që në të bime tjera që me gjlisët jenë të hajrit. Më bën përshtypje vetëm të përmendi një përkujtim më të lashtë herë tonë, kur janë bërë sunet dine, pse njerëzit kanë bërë në sunet dine të kete me vlu dhe të kete nasihat. Nga ajo se në kohën e komunizmit ka qenë vështirë të shpallet fjallë Allah dhe njerëzit në përmes sunet dinit u kanë lonë hoxhallarve leje që këndojnë me vlute dhe ta për nësat ata jo është mësau dini Allahit, feja.
Dhe nuk është çudi hiç, se në këtë mezhlis ndoshta dini fjalë shumë herë të une ka qarkulluar, a fjala e Allahut e pejgamberit s'ka ndikau, ndoshta sot ndikon te unë dhe te ju. Lusim Allahun xhelalu ala që Allahu i madhrishëm ta bëj të dobishëm të hajrit. Inshallah të ndikojë fjala e Allahut tek unë dhe tek ju, fjala e Resulullah dhe fjala e hoxhallarëve. Unë si imam i katandit i përshëndes të misafirë që na kanë ardhur dhe na kanë ndarau këtë vend, Allah i nderoft me të mira dhe me xhenet. Nëse nuk kam shtojmë Allah feritë diçka më. Edhe një herë faleminderit të gjithëve që ishin pjesë e këtij tubimi. Inshallah Allahu do xhelali shpërblen dhe ja paguon kohën të cilën keni gjetë për më na respektu dhe më na nderu. Të gjithëve pra ju them selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.